U vu në pranga, por pas emrit të Xhevdet Plakut, fshihet një histori që daton që në vitin 2004. Në 21 vite, i njohur edhe si Akili, ai ka bërë një karrierë mjaft të gjatë në trafikun ndërkombëtar të drogës dhe në shpinën e tij nuk mungojnë as akuzat për vrasje. Por kush është Xhevdet Plaku? Xhevdet Plaku, i njohur me novkën Akili, ka qenë shënjestra e Recep Arapit për ta ekzekutuar. Për vrasjen e shqiptarit që kishte plot 25 identitete, kishte ndërhyrë edhe i shefi i komisariatit të Shiakut Dedan Gjoni. Por ende nuk dihet se përse donte Kep Arapi që të eliminonte Plakun, i cili cilësohet edhe si kreu i një grupi të trafikut ndërkombëtar të drogës, të cilin e drejtonte nga Amsterdami. Bazuar në hetimet e agjensive të huaja, pakove të drogës u vinte emra luksi, sipas markave të njohura të modës, në bazë të cilësisë së mallit. Kokaina më e pastër quhej Hermes, pastaj vinte Lacoste, G4, Rolls-Royce and Playboy. Një nga përgjimet e kryera nga hetuesit quan në zbulimin e kartelit shqiptar që importonte nga Holanda e Belgjika në Brescia tonelata droge. Por kjo nuk ishte ngjarja e parë për të cilën hetoi. Plaku ishte ekstraduar nga Italia në Shqipëri për shkak se dyshohej se ishte autori i vrasjes së Sajmir Sinës, ngjarje ndodhur më 11 qershor të vitit 2004, ngjarje për të cilën fillimisht u dënua me 21 vite e 6 muaj burg. Vrasja ndodhi në lagjen numër 15 në zonën e Spitallës, e gjitha pasi Sina, duke e ditur se Plaku kishte të dashur shtetasen Nertila K, e duke përfituar edhe nga njohja personale me këtë vajzë, i kishte propozuar për ta çuar në mënyrë ilegale në Itali, me qëllimin për ta bashkuar me të dashurin. Vajza e kishte pranuar këtë propozim dhe në muajin korrik të vitit 2001, Sina së bashku me një person tjetër e kanë çuar Nertilën në Itali, duke ndryshuar destinacionin për të cilin rënë dakord. Vajzën e dërguan në Rom, ku edhe kishin detyruar forcërisht që të ushtronte prostitucion për llogaritë të tyre. Megjithatë, e reja ja ka dalë që të rikthehet në Shqipëri në dhjetor të vitit 2001 dhe ka paraqitur kallëzim penal për ngjarjen e ndodhur. Për trafikimin e të res, gjykata e Durrësit dënoi me 1 vit e 6 muaj burg Sajmir Sinën, ndërsa Plaku, kur ka marrë vesh se çfarë ndodhi me të dashurën e tij, vendosi që të merrte hak. Sinën e kishte mbajtur në vëzhgim dhe vetëm 3 ditë pasi kishte dalë nga burgu, e qelloi për vdekje pranë banesës së tij në Spital të Durrësit. 22 vjeçari Sajmir Sina u qellua me 3 plumba, nga të cilët gjeti vdekjen e menjëhershme, ndërsa dëshmitar të vrasjes kanë qenë të gjithë familjarët e tij, madje edhe vajza e mitur. Gati 10 vite pas ngjarjes, pas proceseve të shumta gjyqësore, më 22 shkurt 2013, Plaku u lirua për mungesë provash. Më pas ai u largua nga vendi drejt Holandës, atje ku ngriti perandorinë e tij të trafikut të drogës, por Plaku vu në pranga dhe u ekstradua në Itali. Aty u arratis nga burgu i Barkaliones në janar të këtij viti. 45 vjeçaria kishte dalë që të rikthehej në Shqipëri dhe mbrëmjen e djeshme po darkonte në një restorant në Xhirin e Lalzit, kur u surprizua nga forcat Renea dhe u vu sërish në pranga.